pse ndodhen edhe ato fërkime, zonja Bytyqi, u ankuar përplaset pak me Arbinë Gopcë? Situata të cilën ka qenë dje, nashta ka qenë pak edhe incident të cilën ata e përgatitën si lëvizje vetëvendosje për shkak se e ftun edhe diasporën në ato momentet kritike ku ishëm të organizuar. Mirë po, kjo nuk do të thotë që na do të heshtim për të gjitha veprimet të cilat ata po i bëjnë. Ne e dim që jo vetëm unë, po të gjithë Kosova e din që Albin Kurti nuk po do me i formu institucionet. Dhe është e ditur botërisht. Dhe arsyeja pse është që po tregoj. Ne si Aleanci kemi paraqit 6 pika qysh në fillim. Dhe këto 6 pika janë më të ditura dhe nuk janë për Aleancën, po janë për vendin tonë, të cilat janë shumë të rëndësishme. Ajo që ka ne duhet të bëjmë, edhe unë personalisht kam kërkuar që të ketë reflektim të zbutë situata dhe të formojnë institucionet. Mirë po ajo që ka bërë Albin Kurti dhe që ka po bën tash tutje, është që nuk na kalon hapësirë për me mujt me bashkëpunu. Këtë situatën të cilën po e sjell. Po pse po e vlerësoni kështu pra zonja Bytyqi, sepse ju po thoni që zoti Kurti nuk ju ka lënë hapësirë të bashkëpunonin, ndërkohë që ai dje ju dërgoi ftesë ose para dje, pra 2 ditë më herët kur të martën, ju dërgoi ftesë sërish për takim, pra. Asnjë ftesë nuk është serioze në ata se çka po bën. Me ftesat në WhatsApp të cilat po i dërgon, jo, kjo nuk është serioze. Për shkak se qëllimin, pra. Jo, absolut. Ne kemi qenë gjithmonë të gatshëm për me i zgjidh problemet, me zgjidh institucionet. Ne nuk jemi të dashur me i bllokuar institucionet, për me i bllokuar